Nëse dhe ti ke tubat e lavamanit të bllokuar, zgjidhja është Domol nga Rosma Lala. Mjafton të hedhim 1 lugë gjelle pluhur Domol dhe 2 tasa me ujë. Do e lëm për 30 minuta dhe pas 30 minutash lavamani është i zhbllokuar. Ndërkohë pastrojmë pjanurën me produktin Domol 3-në-1. Heq çdo yndyr, çdo papastërti që mund të ketë pjanura. Me këtë spatulën, nëse keni mbetje, ajo i zhduk të gjitha pa e gërvishtur pjanurën. Ky produkti është për çdo inox, për frigoriferët, për furrën, për pjanurat inox. Unë po bëj një provë tek ashensori im, kjo është gjendja e mëparshme dhe me produktin Domol ashensori shkëlqen. Dua t'ju kujtoj që deri në datën 5 tetor përfundon oferta me 50% ulje për produkte Domol. Unë kam marrë të tualetit dhe të kuzhinës.